vitin 99. Me mua këtu, për herë të dytë, e kemi Elheme Etemi, e cila është veterane UÇK-s, ka nisur rrëfimin e saj në një ditë të hënë para disa jave dhe do të vazhdojmë të diskutojmë pikrisht për momentet dhe për fshirjen e saj pikrisht gjatë luftës të Kosovës. Elheme, mirë se erdhe, është shumë kënaqësi me të pas prapë këtu. Mirë se gjeta, kënaqësi edhe për mua me qenë me ju. A ditë më duket sikur e lam në gjyst bisedën, gjithsesi nga gjitha ato momente që pate mundësit në rrëpesh në studion nga 310, ne po ndalim edhe ndoshta po diskutojmë momente që kanë qenë më kulminante gjatë pjesëmarrjes tande në UÇK. Shokët, shoqet, disa momente, disa takime të cilat ty të kanë formuar dhe të kanë dhënë ndoshta akoma motivim më shumë për të vazhduar tutje. Po, lufta është vështirë me unë interpretu, ajo veç përjetohet, po zakonisht po e kemi vështirë me paraqit momente e ngjarje të rëndësishme, se cila ditë ndërlidhet me ditën tjetër edhe me ngjarje të rëndësishme. Por gjithsesi, ajo çka është e rëndësishme është se për neve ishte një vendimi më i qëllum në jetën tonë, i shumë pritur si moment, kërkesë me qindra vjeçare e popullatës shqiptare, kombit shqiptar, të cilët padrejtësisht u ndan e u dëbun prej vendit vet, kështu që ka qenë moment ngjarja më e rëndësishme e fillimi i luftës. Pastaj ngjarjet e luftës, masakrat masive që janë bërë në Kosovë nga forcat serbe, kur jemi ndi të pafuqishëm, janë kanë momentet ma trona për secilin ushtar, po edhe për mu, kur nuk kemi pas mundësi edhe kapacitete me i përballu asaj force që kishin instalu në Kosovë kundër popullatës shqiptare. Një ndër ngjarjet ma të dobta dhe kur jemi ndi shumë pafuqishme, ajo është momenti ma i vështirë i jetës për mu gjithsesi, por edhe për secilin ushtar, kur s'kemi mujtë me mbrojt që shkemi dasht popullatën civile. Kemi bo qka kemi pas mundësi. Ata që jemi kanë, kemi rreziku e sakrifiku mjaftueshëm. Do të them, tash po kam rast prej ngjarjeve të luftës, një oficer ish armatës jugoslave, gjithsesi që ishte inkuadru në luftën e çlirimtare për çlirimin e Kosovës. Me një rast, po më thot, faktikisht unë kisha edhe një familje. Elheme nuk e di çka me thonë. Oficeri i shkolluar dhe zakonisht e dinte edhe fuqinë që kishte armata jugoslave në atë kohë. Ishte ma informun edhe sigurisht edhe pritjet e ti i kishte ma reale, qka të ma reale. Frika ka qenë evidente për secilin, por zakonisht për ata që i kanë ditë fuqinë e tyre edhe ma e madhe. Nuk e di tha qka është puna e këtyre djemve, e kish fjallën për krerët e UÇK-s dhe komandant e brigadave që ishin në kohë lufte. Sikur i kishtë zbrit zoti prej qiellit veçant për këtë punë. Nuk kam pa, nuk më ka rastis, as në për filma me i dalë tenkës me një automat për para. Edhe po vinë forcat, edhe jo mu të rek, po me i dalë tenkave me automat për balë, për para. Dhe më thonë, kjo ka qenë ajo mundësia jonë, morali edhe dëshira e madhe për çlirimin e Kosovës dhe popullit shqiptar. Ka moment i veçantë kur jam ndje pafuqishme, ka qenë 25 marsi, kur ofenzivat serbe ishin masive dhe në rreth plot, populata vetëmja mënyrë që mund të benin ishin me u grumbullu në vendet të veçanta dhe me u bashku bashkë mënyrë që në për familje mësë mu bo masakra pa u vrejt. Në të shilë, me 25 mars, rëfim, edhe unë e të li pushtartë, sepse se cili u angazhum me mobilizu popullatën, me rehabilitune për shtëpi, ka u shvendosin prej një zone në zonë, varsisht ka ndodhëshin ofenzivat.
Edhe pasi u tërhoqen prej familjes tem, popullata, unë dola me i kërku ushtarët edhe me u bashku për front. Shkova më një vend edhe unë se ai Kemali, po thëmë, ajo e vetë mja mundësi që shkojsha në drejtim të forca, sepse më tha dikush që janë në një vend të caktum, edhe për me shku të aj vend, unë dashke me shku në drejtim ka vishin forcat sërbe. Nuk i gjeta aty edhe në kërkim të ushtarëve me u bashku për front, mëra me shku në të shilë. Shku në Lugin aty, edhe aty u takua me disa ushtarë, sepse në këtë rast isha vetë e 4-ta. Aty takova dhe një vajzë, familje, po një nga vajzat më thotë Leme, thotë më duket kanë ardhur dhe popullata për Izbice, aty e kom pas motrën, a shkujmë, ta kërkoj, të bashku me ta. Po shkujmë, edhe kërë më shkuj kom pa gjithat popullat aty, në gjendje të ranë, se cilin nuk i njifshe për njerës. Aty e kam taku doktor Fatmir Fazliu. Thotë, Leme, a ke po doktor Lirim? Në fakt, unë e kisha po në këtë rrugë. Thash po dhe ka shku në këtë drejtim. Kemi me tha pa ilaqe. Unë me vete kisha thjesht do elementare. Analgetik, në një paracetamol, një diçka për një ndim të shpejt. Thash nuk kam me veti, kam veç këtu nëse duhen, po t'i dhonë, dhe ju tha se kështu dhe ty duhen e një. Por ne puna duhen shumë, se s'po muj me jarë ndim popullatës. Ka nevoj shumë. Aty jemi nda me doktor Fatmirin, edhe në atë shumësi të njerëzve të popullatës, asaja nuk mujti me gjejtë motrën. Por në fakt nuk më ishe me levizë, u këthym, pa u këthy të shpit mirë, fillon, nuk ishin granatime, ishin detonimet forta që përngjanin si granata. Edhe populata u kriju një farë panike, në tashma u këthym në shpe. Edhe po më thotë, në atë farë panike, edhe unë edhe ajo hynem në një shtëpi ku kishte familjar, gra, fëmi, pleq. Edhe aty për aty, në atë panik, gra. Po ma bojnë ta, oj qik me armë, na merë në qafë. Ta shu jo se së riu në këtu, tash po dalë, veç erdha, kishim lanë edhe diqka aty në shpi. Do tjera ma bëshin, oj qik, mos dilë, më shefe që të armë. Në fakt, unë e mora armën edhe që ka kisha aty. Ajo që ishte, vajza që ishte me mu, e që s'po du me përmende emra, nuk e dija kanë dëshirë, as kanë dëshirë, për mua e nëshme. Po thot, tha, po e bonones vetë, po shkoj, ku po shkon, nuk e lanë, tha vetë. Faktikisht edhe ata ushtarë që isha me ta, unë nuk i gjejta aty dhe kemi dalë të dyja. Vetëm? Vetëm kemi dalë në malë. Po do me thonë ka pas shumë solidaritet, edhe të popullata, edhe ushtarët me zveti. Nuk patët frikë asë njëherë? Lema, apo vazhdoje t'ishe e fort kështu edhe me frikë? Më besoni nuk po di, nuk e di, me i thonë njërit, por tash kur e menoj, tham, a i kam bo unë adin. Ka qenë forma e vetme, sepse ti jemi mobilizu për qatë punë. Edhe në momentin kur na kanë thonë, ju më sajdini nëse ka nevoj, jemi kanë 3 vajza në komandë brigadës, unë e kom vëzit edhe atë herkirin. Edhe kur në mershin, e mersha ato 2 shoqet e mija, edhe dalshim bashkë me to në front. A jam frigu, a jemi frigu, as jemi frigu, dhe më thonë e kemi marrë si obligim me shërby. Edhe kemi dasht edhe na me undi ushtarë, shërbys këti popullit, këti veni. Kjo është krejt e vërtejt, unë po e thamë këta publikisht, nërsa ata që kanë qenë me ne, kanë mundësin me në ndigju, edhe me ditë vërtetësin. Pa tjetër. As nuk po shtoj, as nuk po jeku kur gjo. Jemi mundu me indimu popullatës me qka kemi pasë mundësi, jemi kanë në shërbim tyne. Ka pasë ushtarë kur kanë reziku
jenë shku i kanë tërhek gra e vajza që kanë qenë në rrethim të forcave serbe, i kanë tërhek fillimisht vajzat e reja, pastaj gratë. Dhe më thonë, me marrë atë vendim edhe atë guxim, me hi mes forcave serbe, dhe më thonë, ka qenë vetë mohim. Këtu e në kanë mundësit tona, ka që kemi bo shumë, faktikisht. Kemi bo shumë edhe kjo të regon rezultatin, veprat në fund që o arritën. Ne arritëm qëllimin, u qlirum, raste tjera të ronda, po mlej edhe ma shumë se kaq. Guximi për me udhëtu me kilometrat e tona që neve lodhemi sot me automjete me shku në Shqipëri, me u armatos edhe me atë pesh të rond, ti me orë me furnizu ushtarët, dhe ata që kishin vullnet me u bashku dhe guxim me ushtrin shqirimtarit Kosovës, kjo ka qenë prap vetë mohim, ka qenë për te bre mundësive njerëzore. Unë tash kur dalë për qef, edhe sa herë lodhna, i kujtoj 300 ushtarë të zonës të Shalës, kur jenë arë në vojnik për mes forcave serbe. Edhe i kemi rehabilitu e për mi u dhonë buk, aty i kom pa kam të ajuna, sa u dashke as me gërshon, nuk mishe me javë prej pantos, prej kambe të ajuna, prej lodhjes. Dhe më thonë, ka qenë sakrifice pa parë për me arrit këtë qëllim. Ka shumë e s'po di që ka me thonë, por jemi të lumtur që ja kemi arrit qëllimit dhe jemi krenar që ja kemi arrit qëllimit. Hallahu koft ata që e respektojnë këtë sakrificë. E gëzofshin gjeneratat që vinë. Që ka themi? Po mërzitesh, e leme dhe është shumë normale, sepse janë kujtime sado të dhimbshme, janë kujtime normalisht të cilat kanë qenë vendimtare, po e them edhe njëherë për vendin tonë. Ka pas edhe bashkëqytetarë që janë bra, e kur janë bra fare në fund ka qenë edhe më i dhimbshme, sepse pas intervenimeve të NATO-s, pavarësisht masakrat edhe sulmet që i zbaton të ushtria dhe forcat serbe, lufta ka qenë edhe më ashpër. Por ne i llogaritshim në një fund të shpejtë. Edhe kur ndodheshin mbrasit e masakrat në atë kohë, ishte akoma më përveç dhimbjes. Ishte edhe ajo ndjenja pse nuk jetun me përjetu edhe ata, lirinë e Kosovës. Janë kush i ka përjetu, dhe me thonë vdes me këto kujtime dhe nuk i harron. E di që ata që nuk i kanë përjetu nuk mujnë me i kuptu si na. Është pa mundur. Por unë nga njerë edhe fëmi kam përjetu për kur më ka të regu dikush. Dhe kam fantazu qysh me konë, kam ecë dhe më dhe kam krasu. Edhe tash, edhe ato që si kam përjetu une, nonat me fëmi kur i kanë dëbu, kur janë zhvendos ashtu me ata fëmi në për ato male, në përbor, ose ushtarë, dim 40 ushtarë u vrajten në kry me komandantin muj Krasniqi. Ajo është sakrifica, ajo u konë për të jasaj që mundet njeri me perceptu se mundesh me i përbalu. E falë këtyre sakrificave jemi sot këtu, Eleme, po e gëzojmë lirin. Normalisht duhet pa tjetër, jo veç... Më duket, sikur nuk po e vlerësojmë. Po? Ndoshta kur e kej nuk ja din vlerën, por ne që kemi punu për te dhe gjeneratat pra nime që kanë sakrifiku, po dhe këto gjeneratat heshme që janë përpjek, po kjo ke ajo mrekullia e ushtrisë lirimtare të Kosovës edhe që zuri momentin edhe ja arriti qëllimit, prandaj duhet me i vlerësu këto sakrifica që mos me na u përserit, ne kemi mjaft ngjarje historike që muj me bo krahasime për mos me përserit gabime. Më thënë, nuk ka veprimtari qishtjes kombëtare që nuk kanë arrit armiqt me zhduk për mes bashkëpunëtorëve tyre. Prandaj, pse shqiptarët s'po marrin mësim, me ditë me respektu vlerat e veta, me ditë me respektu të kalumën e tyre, për mos me u përserit edhe me marrë mësim
në qenë më të bashkuar. Miqtë mi të dashur, gjithashtu po i bashkohem urimit